Mirë dhe Renit, si e? Faleminderit Blendi, mirë se ju gjeta. Faleminderit një që pranove të vish, përveç faktin se të kemi një mik shumë mirë të organizatës, edhe ke kontribu jashtëzakonisht shumë që Forumi për ndryshimin e arsimit të ketë një farë reputacioni edhe një farë përvoje të caktuar në fushën e arsimit, andaj është me të vërtet një kënaqësi shumë e madhe sot të diskutojmë për disa çështje që janë të rëndësishme për neve si shoqëri edhe që vazhdimisht bisedohen edhe janë biseda në kafe, kështu që tentojmë ato bisedat e kafes t'i analizojmë për një këmbvështrimi tjetër. Vazhdimisht e mbaj mend kur kemi dalë shpesh nëpër qytet, një njoft si ekspert, të kanë njoft qytetarët si eksperti protestave, të kanë njoft qytetarët si personin që organizon protesta dhe në ndodhë të shpesh që në të ndalqin ty edhe të thëshin kur do organizosh protest për këtë çështje, kur do protestosh për atë çështje. Edhe ishte shumë interesant kjo ngjarje që ndodhte. Pyetja e parë ka të bëjë me atë faktin se momentalisht ka protesta në Shqipëri, paralelisht ndodhin në protesta në Serbi për çështjen e tragjedisë që ndodhi në Novi Sad. Kishte protesta para 3-4 muajve në Bullgari. Vetëm tek ne ka një farë pasiviteti të jashtëzakonshëm të qytetarëve, një apati të madhe. Protesta e fundit e suksesshme dhe me masivitet më të madh ka qenë fiks para 10 viteve për mbylljen e Jugokhromit, e keni udhëhequr. Çfarë ka ndodhur në mes këtyre 10 viteve? Si fillim unë duhet të jem plotësisht i sinqert dhe ta them që unë kam qenë ndoshta fytyra e asaj kampanje dhe atyre protestave, ndërkohë që krah meje, para meje, prapa meje kam patur shumë bashkëpunëtorë të mirë, të cilët kanë kryer punë të madhe. Normalisht protestat nuk mund të jetë projekte i një personi, domethënë sepse dikush do e udhëheq, dikush do shfaqet para kamerave, dikush do jetë zëri i kampanjës, por megjithatë domethënë duhet patjetër ta pranoj se kam patur shumë bashkëpunëtorë të cilët kanë bërë punë mrekullueshme. Sa i përket protestave që ndodhin në rajon dhe ato që thatë si një lloj pasivizimi të shoqërisë në Maqedoni, mendoj që fillimisht duhet ta themi qartë edhe hapur që protesta është mjet për tërheqjen e vëmendjes së opinionit publik edhe vendimmarrësve, edhe qytetarëve dhe gjithëve drejt problemit që është identifikuar dhe që është definuar nga kushdo që organizon protestën. Dhe protesta si e atill nuk mund të shihet si mjet që e zgjidh problemin, por si formë e presionit politik ndaj vendimmarrësve të cilët janë përgjegjës për ta zgjidhur një problem. Dhe po më kujtohet edhe mua se shpesh më thonin kur do organizoni protesta tjera, pse i ndalet protestat e kështu gjërash. Domethënë nuk është se strategjia jonë e veprimit ka qenë dhe ishte domethënë shumë mirë e menduar nga ana e miqve dhe bashkëpunëtorëve që nuk duhet të bëjmë protesta çdo ditë për shkak se me do e mos bie numri i protestuesve të cilët në ditën e parë mendojnë se kanë bërë të duhurën dhe u zgjidh problemi, por në ditën e dytë nuk është zgjidhur akoma problemi dhe ata dëshpërohen. Kështu që zhgënjimi sjell tek ulja e numrave. Nga ana tjetër, domethënë, e njëjta është vërejtur edhe në protestat studentore në Shqipëri, të cilat para do vitesh, domethënë, filluan çdo ditë të ndodhnin. Me kalimin e kohës ra dukshëm numri protestuesve dhe disi u harua gjithçka. Të njëjtat kanë ndodhur shumë vite më parë në Sarajevo, në Bosnjë Hercegovinë, kur shumë student, domethënë, u ngritën në këmbë dhe Bosnja pati një copë shpresë se do kishte një ndryshim, derisa personi që udhëhiqte ato mori një pozitë të lartë në një bord drejtues në një institucion shtetror dhe u harua gjithçka. Të njëjtat kishte rrezik të ndodhin edhe në Serbi, domethënë për shkak se u bë ai marshi i madh i gjithë studentëve që marshuan drejt Beogradit, por më pas, domethënë, u hesht. Fatmirësisht tani janë rikthyer, janë ringjallur dhe unë shpresoj që vjen akoma më të fuqishme dhe do sjellin deri një ndryshim pozitiv në shoqërinë e atjeshme. Njësoj shpresoj që edhe në Shqipëri, domethënë, protestat do jenë të suksesshme për vetë faktin që ka shumë e kuptojmë favoritizmin, por ka shumë korrupsion në vendimet e qeverisë, domethënë edhe atje dhe kudo tjetër në Ballkan, për të çuar përpara një projekt i cili
ka shumë hije zeza anë mban dhe që nuk shumica e qytetarëve nuk kanë qasje dhe nuk është plotësisht transparente. Kthehemi Maqedonisë. Unë mendoj se në Maqedoni protestat i dëmtoi më së shumti ajo që u quaj si revolucioni Laraman, për shkak se ishte një moment tjetër kur u bashkuan të dy etnitetet më të mëdha në vend, edhe patën një shpresë se do vinte një ndryshim pozitiv. Fatkeqësisht, domethënë, të gjithë pjesa më e madhe atyre që ishin në krye të atyre protestave kapa një pozitë ministri ose një këshilltari në qeveri ose nuk e di, një pune me shumë privilegje, edhe dha një mesazh shumë të keq tek qytetarët se protestat vetëm po keq përdoren si, le të themi, si s'më kujtohet fjala në shqipsi, si launchpad për në politik. Këtë bëri më herët Artan Grubi, këtë bëri më herët Trampolin, saktësisht, faleminderit. Këtë bëri edhe Valon Bela disa herë, domethënë bën shumë tjerë dhe shumë njerëz mendonin që edhe unë po e përdor si trampolin për të lancuar në politikë. Sot e kësaj dite vazhdoj të jem jashtë partive politike. Politika është pjesë e përditshmërisë normalisht dhe më intereson, por nuk jam pjesë e partive politike. Sot e kësaj dite vazhdoj të jem në sektorin e biznesit privat, ku jap kontributin tim dhe mendoj që për atë arsye mbetet sot e kësaj dite kudo që udhtoj në Maqedoni, para do kohësh isha në Dibër dhe ishte e çuditshme se sa herë që prezentohesha tek njerëzit që takonin bashkë me kolegët në Dibër, më thonin të njot dim. Domethënë mbanin mend edhe diçka që kishte ndodhur 10 vite më parë. Është moment krenarie, është moment kënaqësie, por është me rëndësi që përcillet si mesazh se kur ke një mision të qartë dhe një qëllim të qartë, domethënë nuk duhet lëvizësh nga ajo. Prandaj them që në Maqedoni i dëmtoi revolucioni Laraman për shkak se shumica e atyre që udhëhoqën ju futën partive politike, bën milionat dhe sot s'janë askund. Di diçka me që njihemi shumë mirë. Edhe opinioni publik e din atë. E di diçka që shumë njerëz që disa prej tyre vetë se i përmend janë shumë të dëshpëruar me faktin se ja kanë huq parashikimit për ty. A kështu, do thonë, e di që kanë qenë 100% sigur që Arianitin e ke by 2023-2024 në fushat zgjedhore për deputet, për kryetar komune, për ministër. Edhe e di që janë dëshpëruar shumë se nuk ka dalë ashtu. A mendon që, sepse të njëjtat persona gjatë organizimit të protestave të fundit para një vjeti kanë qenë promovuesit më mëdhenj të idesë që persona që protestojnë diçka janë duke shfrytzuar protestën për trampolin dhe vazhdimisht tashmë organizuar ndonjë protest, thuhet që këta po e bëjnë këtë për çështje se duan të hyjnë në politikë, duan të lancohen në politikë. A mendon që dëmi që e ka bërë revolucioni Laraman është i pakthyeshëm? Çështjes së protestës? Nuk mendoj se është i pakthyeshëm, mendoj se çdo gjenerate re mund të sjellë një shembull të mirë. Unë duhet edhe ta them qartë se nuk jam kundër as pak që të ri të suksesshëm edhe të aftë edhe të mençur të kyçen në politikë. Fundja domethënë nuk duhet t'ju lihet hapësira gjithë atyre halabakëve që vazhdojnë për vite me radhë dominojnë skenën politike. Por më duhet ta sqaroj se jam kundër idesë që të përdoret një organizim civil dhe përkrahja qytetare për një çështje civile, për një çështje sociale, për përfitime personale. Për këtë jam kundër, por nuk jam as pak kundër nëse për shembull nesër do të shifja Blendi në politikë, as pak. Domethënë për shkak se por jo nëse Blendi do shfrytëzonte masën popullore e cila e përkrah Blendin për një çështje tjetër dhe Blendi e shfrytëzon për vete. Këtë unë nuk kam dashur ta bëj. E vërteta është se kam patur oferta edhe për deputet, edhe për kryetar komune, edhe për ministër, edhe për gjithçka. Pse s'ke pranuar? Kjo më intereson, pse nuk e bërë si këta tjerët që mendoj se kanë pritur t'ju vijë ftesa. Unë kam patur domethënë një ofertë që të isha numri 3 një partie politike, numri 2 një partie politike në listën zgjedhore, pastaj mu ofru numri 1 për shkak se kryetari i asaj partie mendoi që nuk isha i kënaqur me numrin 2, por unë ju tregova se domethënë qëllimi im nuk ka qenë asnjëherë partia, ekzekutivi. Unë për vete kam dhënë një shembull bashkë me gjithë ata që më kanë ndenjur afër dhe më kanë ndihmuar dhe më kanë shoqëruar. Kam dhënë një shembull se mund të nxithen probleme edhe jashtë partive politike.
edhe jashtë pushtetit. Nuk më ka interesuar asnjëherë ajo, domethënë nuk kam dashur asnjëherë të jem pjesë e atij organizimi. Dhe ja, për shembull do ju tregoj çfarë përgjigje i kam dhënë kryetarit të asaj partie kur më ofroi numrin 2 pastaj numrin 1. Treshis më ofronte dot se i kishte një grua. Ishte me kuotë, po. I thash kështu, i thash, për shembull, zëre se pranova, edhe zëre se fituam, edhe zëre se hym në qeveri. Gjithçka deri këtu në rregull. Vjen momenti që kryeministri, i palës tjetër, sigurisht, kërkon nga qeveria që të votohet një vendim për ndërtuar hidrocentrale në Malin Shar. Unë, si individ, edhe si aktivist mjedisor, jam kundër kësaj ideje. Si do ja bëjmë? Edhe ai më thotë, ti do kesh drejt të votosh si duhesh. Edhe kundër. Me thëmë, këtë e kuptoj. Po, a do jesh ti me mua në atë moment? A do jesh ti në përkrahet qytetarëve që më kanë sjellë mua ty edhe ty bashkë me mua? Apo do jesh në interes të koalicionit, partnerit koalicionit. Do të thonë, nëse nuk më garanton ti se gjithë grupi parlamentar, asaj partie që më ofroi këtë mundësi, do jenë bashkë një fjale kur vjen te interesi qytetar, atëherë është një gjë që mund ta shqyrtoj. Po përderisa ti nuk më garanton këtë gjë, unë nuk do bëhem vegël apo lodër e dikujt. Edhe, domethënë, nuk ishte në gjendje të më garantonte, dhe asnjë tjetër. Gjithë ata që kanë bërë oferta, domethënë, janë përballur me një situatë që ju kam treguar qartë se këto janë vijat e kuqe edhe këtu nuk lëvizet fare. Po jo unë, as ju. Nëse s'jeni në gjendje ta shkojmë në drejtim, e lëm fare. Mendoj që si histori është tepër interesant ta dinë qytetarët se vazhdimisht janë interesuar pse s'ke përfunduar në politikë, kështu që tash e dinë që të paktën dinjiteti nuk negociohet edhe nuk shitet për asnjë pozitë. Kështu që është një mesazh jashtëzakonisht i fuqishëm për sa i përket asaj se si e shoh unë. Një pjesë tjetër tek çështja pse jemi pasifizuar komplet në asaj që bisedojmë vazhdimisht është që a kanë qytetarët mungesë të guximit, sepse ka një farë tendence të qenurit më kalkulant ndaj gjërave që ndodhin në shoqëri. Në vetë se të kritikosh këtë kohën, duhet të jesh më zvicran në kuptimin e neutralitetit tënd, që të presësh kur do të vijë mundësia edhe ta shfrytëzosh të kalkulosh me këtë. A mendon që kemi filluar të jemi më pak të guximshëm ndaj gjërave që na ndodhin në shoqëri, apo thjesht na mungon shpresa edhe thjesht nuk e konsiderojmë që edhe në qoftë se kritikojmë edhe protestojmë edhe kërkojmë diçka, nuk do ndodh asgjë sepse ashtu ndodhi me protestat e tjera, protestat revolucionare laramane të tjera. Do ti mirë e the, domethënë është punë kalkulimi, nuk është punë e mungesës guximit. Në një vend ku punëdhënësi më i madh është shteti, shumica e njerëzve kanë frikën se po thanë diçka që nuk i pëlqen atje lart, do e humbin vendin e punës. Unë kam patur raste kur gjatë protestave të vitit 2016 edhe më herët, domethënë, kishte njerëz që thoshte ne plotësisht përkrahim dhe jemi dakord me ato, po s'dalim dot se nuk e di, më ka futur në punë te Utarifi apo ku diun kush ka qenë para Sadi Bexheti apo dikush në atë kohë, domethënë bëshin këto muhabete, duke mos kuptuar domethënë se këta jemi ne që i fusim ata në punë, se jemi ne që i votojmë ata dhe i vendojmë në ato pozita dhe nuk ju kemi asnjë borxh. Detyra e tyre është të zgjedhur vetan, është që të na sigurojnë neve një vend pune, ndoshta një mirëqenie sociale më të mirë kështu me radhë, po mungon kultura, mungon edukata në atë kuptim, mungon informacioni i duhur, edhe guximi nuk na mungon se kemi guxim për bërë budalliqe plot. Por na mungon domethënë kur e kalkulojmë me interesat e ngushta personale, atëherë nxjerrim arsyetime të tjera. Kishte rast kur unë thoja është shumë e lehtë në protestat e Kogerillës në atë kohë, ishte shumë e lehtë. Vendon një kapel, vendon maskën, s'të një kurrësh. Po dil thuje. Po kishte raste që dilnin, kishte raste edhe që s'dilnin. Shpresa nuk është thonë shpresa e fundit vdes. Nuk mendoj që na ka vdekur shpresa, unë kam shumë shpresë edhe një nga ato je vetë ti e din mirë, domethënë ditën e parë kur je futur me atë çantën e madhe në zyrën time dhe ke thonë unë dua të ndryshoj diçka edhe dua ti të mësosh, të ndihmosh. Edhe ka patur disa raste të tjerë, domethënë që e kanë kthyer shpresën edhe nuk mendoj se na mungon shpresa Blendi. Është thjesht domethënë ajo që kalkulojnë, po do duhet ta kuptojnë qartë, domethënë se
nuk mund të pranojnë të jenë Clever ose Robert të atyre që ne i votojmë, ne i zgjedhim, ne i dërgojmë atje ku janë. Domethënë ata janë shërbëtorët tanë, nuk jemi ne shërbëtorët e atyre. Këtë duhet ta kuptojnë, edhe domethënë ta ngrejnë zërin hapur për interesin e tyre, qoftë shoqëror, qoftë familjar, por qoftë edhe personal kur vjen rasti. Ka një parim elementar në politik, edhe pse vazhdimisht e kritikojmë, kena një tendencë kritikës ndaj institucioneve politikanëve përfaqësuesve, që është e drejtë, po një parim elementar në politik thotë që zakonisht politikanët janë një farë lloj refleksioni i qytetarëve se ne vetë i zgjedhim ata edhe i fuqizojmë ata siç e tha edhe vetë. Kështu që në qoftë se nga ky botë kuptim, në qoftë se ata janë reflektimi i vetë qytetarëve, nuk kupton kjo se neve vetë na pëlqen korrupsioni, na pëlqen që në qoftë se na ndalon policia pasi kemi bë me vetu ndonjë kundërvajtje të caktuar, i themi menjëherë prit pak se kam dikën në stacionin ose e din kush jam unë. A është kjo një farë lloj refleksioni i kulturës qytetare që ne vetë kemi kultivuar me vite të tëra? Unë mendoj se ka të bëjë edhe kjo që thu ti Blendi, po ka të bëjë edhe diçka tjetër. Domethënë një sistem zgjedhor me lista të mbyllura, ku kryetari i partisë ose udhëheqësi i listës zgjedhore është baba. Këto cilësi do kesh fatkeqësisht. Shumica e njerëzve domethënë votojnë atë kryetarin e partisë pa i njohur kandidatët e tjerë. Shumica e kandidatëve të tjerë nuk kanë asnjë CV, nuk kanë asnjë webfaqe, nuk e di një program qartë për zonën ku garojnë edhe për votuesit e tyre. Kjo na sjell cilësi shumë të dobët në ekzekutiv për shkak se nëse do ishin listat hapura, domethënë do ishte ndryshe matematika. Domethënë atëherë e din për kë voton edhe çdo kandidat bën fushat të vetën edhe shkon atje tek konstituentët e vet edhe merret me problemet e tyre. Këtu domethënë derisa kryetar partish në koalicione qeveritare nuk kanë kanalizime në fshatrat e tyre, po merren me Bashkimin Evropian edhe me NATO, like come on. Edhe domethënë është jo vetëm tallje, po edhe poshtrim për inteligjencën e qytetarëve. Po nga ana tjetër thash, qytetarët zgjedhin sepse kanë kryetarin në krye të listës zgjedhore, ai mendon se ky është më i miri, duhet ndryshojë. Duhet ndryshojë mënyra e përzgjedhjes, duhet qytetarët të jenë pak më të vetëdijshëm, duhet të jenë më të përgjegjshëm, mos i thonë policit se e din kush jam unë, mos ja hapin telefonin në Çallnikut atje komandirit policisë se më ka dalë ky edhe don të më shkruaje. Domethënë respektoni rregullat, bëhuni qytetar të sjellshëm edhe nuk ka se si mos ju respektojnë. Po ndërkohë që ju kërkojmë favore, do na kërkojmë favore. Ta përmenda këtë në Çallnikun me komandantin policor për shkak se e di që kur promovu legjislacioni për çështjen e Safe City-t, ke qenë një personat që i mbështette me të drejtë. Edhe vazhdoi të jemi bindur se duhet përhapet. Po. Edhe në fakt doli që kishit të drejtë në fund, krahas këtyre që në formë kakofonike vazhdimisht flishin kundër një diçkaje që do ta ulte edhe ndeshjet edhe vdekshmërinë në rrugë. Unë jam, ti e din, ndoshta ata që na shohin nuk e din, po jam në industrinë e sigurisë edhe shëndetit në punë. Siguria në punë dhe siguria në komunikacion nuk është alternativë, nuk mund të jetë kompromis, domethënë. Unë jetoj në rrugën industriale ku çdo vit ka 1 deri 2 viktima nga aksidentet me automobil. Domethënë sidomos këmbësor që goditen nga automjetet. Nga automjetet të cilët drejtojnë domethënë vozitin me shpejtësi maramense, do të them. Aty është zonë 40, 50, ndërkohë që ishte krejtësisht normale që kalon tipi me 100 km/h ose 150, edhe këto aksidente më nuk kanë ndodhur. Nuk kanë ndodhur, domethënë sepse kanë frikën se do i gjobis Safe City apo do i humbin patentën apo ku e di çfarë. Edhe unë vazhdoj të jemi bindur dhe të kisha dashur që edhe në rrugët dytësore të kemi kamera. Kur them rrugët dytësore, për shkak se sapo e kalon rrugën industriale ku janë kamerat, futet ka rruga Vëllezrit Miladinovi, shkon ke rruga tekstile dhe aty ja fut gazit mirë. Domethënë duhet kemi sa më shumë për shkak se ajo do ndikojë dje patëm një këmbësor, realisht një fëmijë me trotinet, që është tjetër temë, edhe ajo është çështje për të diskutuar edhe për të ndaluar, po dje patëm një
dikë me trotinet që u godit nga një vetur. Sot para se të vija këtu pash se një zonë, një grua ishte goditur përsëri, domethënë këto ndodhin në rrugët ku nuk ka Safe City. E tani, ne kemi qejf të ankohemi se ja këta duan të na dënojnë, duan ta mbushin buxhetin me parët tona, është shumë e thjeshtë, mos i lejo ta mbushin buxhetin. Drejto automjetin me përgjegjësi, vozit si njeri, domethënë ti jesh i sigurt në komunikacion, mos krijo viktima, askush s'dënon. Shumë e thjeshtë. A të duket që fatkeqësisht ne vetëm funksionojmë me këtë mentalitetin e carrot and the stick. Përndryshe, ne nuk e konsiderojmë që nuk është në rregull të vozitish në një zonë 50, vozitish 150, po e kuptojmë që duhet vozitim 50 vetëm kur e dim që mund të dënohen. Fatkeqësisht unë nuk do të them se vetëm ne, para do vitesh kisha një takim me ambasadorin e atëhershëm të Francës, me cilin biseduam pak për çështjen e higjienës publike, edhe ai tregonte se edhe në Francë, domethënë derisa nuk u sollën disa ligje që i sankciononin ndotësit kundër vajzit, e njëjta ndodhte. Domethënë çdo kund, nëse nuk preket xhepi i atij që e bën dëmin, ai do vazhdojë ta bëjë dëmin. Dhe njëjta gjë ndodhte për shembull në kohën e fushatës kundër ndotjes, njëjta gjë ndodhte kur ne denonconim një ndotës, edhe 2 ditë, 3 ditë mbas se shihnim se i njëjti vazhdon me ndotjen, mësimi ishte i qartë, inspektorati nuk i ka shkruar gjop. Se po ti ke shkruar gjop, ai nuk e bën më. E njëjta gjë ndodh edhe këtu. Domethënë, fatkeqësisht derisa nuk kemi një vetdije më të lartë qytetare, is the stick. Do duhet ta ham shkopin. Fatkeqësisht. Shumë keq që thash që ta ham shkopin. Në ndër temat preferuar tash, të ta bëj një pyetje, ka të bëjë me pjesën e betonizimit të qyteteve. Sepse mënyra se si trajtojmë ne qytetet tregon edhe si shohim ne qytet në një farë forme. Edhe ka pat një farë lloj procesi së fundmit që gjithçka që është e gjelbër, gjithçka që mund shndrohet në park është duke u betonizuar. Fatkeqësisht, edhe shihet si mundësi biznesi. E tash nuk e di, a është çështja që persona që udhëheqin me komunën, bile u biseduar edhe për çështjen e pjesës ku është kazerma e qytetit që të shndrohet në objekte banimi. A është problemi se këta që udhëheqin me institucione, kryetar komunash, politikan, kanë alergji nga parqet? Afrikon ku shohim parqe se ndoshta nuk e di, ka ndonjë problem me çështjen e parqeve që tentojnë çdo gjë që është edhe pak parqe që na kanë ngel në Tetov të betonizojnë edhe ndërtojnë vendbanime. Tash për alergjit, ka teste alergjish që mund domethënë ti shohim, po çështja është që për te alergjive kanë interesa më shumë, domethënë për shkak se ndërtuesit janë ata që kanë lekun, kanë parat, edhe normalisht për çdo leje me siguri ka diku një banesë ka 6 edhe një ka 3 edhe një dyqan andej edhe një dyqan këndej. Domethënë nuk është e rasti që ndodhen kjo. Një gjë interesante që duhet ta përmend është se parë nga një perspektivë tjetër, domethënë në çdo shkollë të Tetovës ka rënë dukshëm numri i nxënësve që regjistrohen klasë parë. Ndërkohë që në Tetov ndërtohen pallate banimi, banesa më shumë se kurdo herë tjetër. Edhe nuk është e qartë domethënë kush do jetojë në ato banesa në një qytet ku çdo ditë, çdo vit, domethënë bie numri i nxënësve, dhe numri i nxënësve bie për shkak se shumica e familjeve shpërngulen nga Tetova dhe shkojnë jetojnë diku tjetër, punojnë diku tjetër. Domethënë kjo është një tregues që përtej asaj që kanë atë do e përmendi atë shprehjen e shokut tim nga dënimi me vendi thotë urbanocid janë, domethënë përveç që e vrasin atë qytetin, kanë domethënë edhe interesat, biznes interesat. Tashi a bëhet fjalë për larje parash, sepse në një vend ku kërkesa për blerje është gjithmonë në rënje, ndërtimi është gjithmonë në rritje, dhe gjitha banesat shiten një farë mënyrë edhe me çmime maramen, se sigur ke ble një metër katror në Barcelonë, domethënë diçka po ndodh. Po tani është ajo çështje organeve të hetuesisë, domethënë këto krimit financiare etj që ta shohin domethënë se si është e mundur që kaq shumë ndërtohet me aq çmim të lartë shiten, dhe kush i blen? Ndërkohë që gjithmonë domethënë qytetarët shkojnë duke u larguar nga qyteti. Këtu i vjen era. Kur jemi ke kazerma, Qemoti si organizatë kohën e Kukirilës patëm kërkuar që kazerma e qytetit të shndrohet në park të qytetit. Edhe kishim domethënë
aso kohë një lloj marrëveshje, themi, një lloj kontrate me partitë garuese në zgjedhje se do angazhoheshin në atë drejtim. Edhe unë mendoj se një park Tetovës edhe vendbanimeve përreth do ja u ngriste vlerën. Momentalisht është ngritur çmimi, po jo vlera. Është ngritur çmimi i banesave dhe një çift i ri, domethënë është e pamundur ta përballojë atë çmim, por vlera nuk i është ngritur, sepse vlera një kompleksi rezidencial i rritet kur afër tij ka një park, kur afër tij ka një shkollë të mirë, kur spitalin e ka afër, kur ka një trafik urban të mirë organizuar dhe efektiv që kalon aty në atë kompleks ose pranë, shumë pranë, domethënë atëherë rritet vlera. Prandaj po them që parku kazerma duhet luftuar për atë kazermë, edhe nuk duhet lejohet beton edhe aty. Për shkak se tash është shumë e vërtetë që thatë, kudo që shohin një sop gjelbërim, mendojnë se duhet ngrisin një pallat. Edhe ka më shumë pallate se sa banor realisht. Më shumë banesa se sa familje që ka Tetova momentalisht. Shpresoj që institucionet e drejtësisë dhe prokuroria ta bëj punën dhe të analizojnë gjithë konkretisht mafia urbane, se në çfarë janë duke bërë momentalisht edhe si mund atë që e tha një disproporcion të madh. S'ka kurfar logjike, realisht domethënë vetë fakti që çmimet kanë arritur 1.300 deri 1.500 euro, ndoshta edhe më shumë për metër katror, tregon se domethënë nuk është për tregun tonë. Tash kush i blen, kush lan parat, është puna e organeve të tuesisë që ta vërtetojnë dhe ta shohin. Që kanë besueshmërinë 2%. Fatkeqësisht po, 2% edhe ajo më duket shumë e kanë, po megjithatë domethënë duhet bëjnë për ta ngritur atë besueshmëri. Duhet bëjnë diçka. Jemi ka fundi vetëm më. Po përpara se me të bëj pyetjen përfundimtare, kisha një pyetje që harrova të ta parashtoj pak më parë, sepse që shumica e njerëzve mendojnë që është shumë lehtë të jesh në vit të parë të betejave, aktivizmit dhe të tjerë, dhe mendojnë që me një farë forme famën që e krijon është diçka që ty ta lehtëson më pas jetën. Unë e besoj të di që është e kundërta, dëm kolateral është pjesa e famës. A ka pasur ndonjë moment gjatë këtij angazhimit tant publik që ndoshta ndonjë kërcënim ose ndonjë moment i caktuar të cilën të ka bërë të mendosh që të tërhiqesh komplet nga angazhimi yt publik? Jo. Edhe si e nuk e pat. Jo. Kërcënime ka patur domethënë tendenca për të na friksuar, për të na trembur, për të na zmbrapsur, ka patur plot tendenca, po për një arsye ose një arsye tjetër nuk e di, unë gjithë kam thonë se nuk e konsideroj veten tim trim, por mund ta menaxhoj frikën. Në fundit për mua frika është mënyrë e manifestimit të rrezikut ose kërcënimit, se rreziku ekziston, kërcënimi është real, po frika është mënyra se si ti e menaxhon atë situatë. Tek unë në rastin konkret ka patur efekt negativ. Sa herë që janë munduar të më kërcënojnë, domethënë më kanë shtuar dozën e inatit. Dhe nuk është e lehtë të jesh në vit parë, ti e din shumë mirë, për shkak se të ishte e lehtë do ishte gjithkush do e bante. Unë shpesh herë kam marrë pjesë në shumë trajnime me aktivistë të ri dhe gjithë ju kam thonë se kjo që kemi bërë dhe kjo që doni ju të bëni nuk është diçka e lehtë, por është e domosdoshme. Dhe po të ishte e lehtë, po, çdo kush do e bënte. Prandaj nuk e bën çdo kush. Prandaj është dikush që duhet sakrifikoj, edhe ti ndërlidhem edhe asaj që thë se edhe mu më thonin, hej, u knaqe ti gjithmonë çdo ditë në televizor, po askujt nuk i interesonte se sa harxhime kam unë çdo ditë. Askujt nuk i interesonte se atë kohë që unë harxhoja nëpër studio televizive çdo ditë gjatë fushatave, mund ta shfrytëzoja për të bërë diçka për familjen time. Kuptimin e asaj të punoj diçka, dhe cili një sop bukë shtëpi, kushtimisht me thonë. Këto janë sakrifica, po kanë qenë domosdoshme dhe asnjëherë në asnjë moment nuk kam menduar të rhiqem. Kam qenë shumë që i thonë mission oriented, i orientuar ke misioni, ke qëllimi, edhe kam thonë derisa arrihet ky qëllim nuk lëviz asnjë hap. Ti ishe kthy prapa, a do ta kishe bërë të njëjtën që e ke bërë? Po të kishte nevojë me rrethanat që ishin atëherë, domethënë me njohuritë që kam tash, mendoj se do kisha shumë më të lehtë,
po them që po të ketë nevojë, çdo gjë do e bëja prej fillimit, po. Nuk jam bërë as pak. Ka raste dhe kishim raste kur dikush thotë lodhesh për këta, stadin. Nuk ka rëndësi. Do të thotë nuk e kam bërë të ma din, nuk e kam bërë të ma vlerësojnë as të më bëjnë nuk e di mirënjohje larg asaj. E kam bërë se kam besuar që është gjëja e duhur për ta bërë, edhe kam pas përkrahjen e njerëzve të duhur, ajo është më e rëndësishme. Rani, du të përmbyllim me një pyetje shumë tetovarçe. A do bëhet majr? Majrë do bëhet. Do bëhet, kishte një rast kur nuk e mbaj mendësi pa emrin Bashkiaku i Istanbulit. E kishte atë sloganin e fushatës do bëhet mirë, do bëhet majrë, po turqisht nuk e di si i thotë. Ishte një moment interesant kur është vendosur ai slogan, se ngjajshëm si në Kosovë ku do mbahen nesër zgjedhjet, një non plak tha mos lëshope dhe u bë ajo slogani i fushatës. Në autobusin e kampanjës kandidatit për krye bashkiak Stambollit hypi një fëmijë dhe ju tha hajde se do bëhet mirë. Domethënë unë mendoj se do bëhet, edhe s'ka zgjidhje pa u bë, s'ka çare, po nuk duhet ta kuptojmë më qartë se nuk bëhet vetë ne duhet ta bëjmë. Unë pak ti, pak ata tjerët, pak gjithë, domethënë edhe gjeneratat e reja duhet ta dinë se diçka është në dorën e tyre. Rani, të falenderoj edhe një herë që ishe sot me ne, edhe me të vërtet kënaqësi të bisedojmë, bashkëbisedojmë edhe për te kafes edhe në podcast. Edhe më duket interesant se çdo herë kemi bisedë kështu jo formale, tash shumë formalisht, shumë serioz duhet të jetë. Faleminderit.